Po, e lam ki Saljani. Megjithatë, Saljani ka një handicap, si themin, një invaliditet për sa i përket kandidimit ti, qoftë edhe për deputet. Sa e pengon kjo Saljanin në luftën e tij? Sepse mbas ligjit që është, ai nuk mund të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme. Je i saktë, mbas ligjit ai nuk mund të ngarojë në zgjedhjet e ardhshme, por kjo nuk e pengon të jetë kryetari i një partie. Kjo nuk e pengon që ai të jetë pjesë e politikës aktive, sepse Saljani nuk ka bërë burg as për vjedhje as për korrupsion, ka bërë burg sepse ka denoncuar. Është i vetmi politikan që ka bërë burg për që ti qëndrojmë akuzë pranë, nuk është se ka denoncuar. Unë duhet të shndroj atyre që kam deklaruar vetë, ti shndroj deklaratave tua. Jo, më them zyrtarisht, se për këtë pengohet. Për mua Saljani ka bërë burg për Partinë Demokratike. Po. Jam shumë dakord me këtë. Qëndrojmë tek kjo. Tek pjesa e dytë, unë nuk thash, mendoj. U përdor dhe unë e kuptoj atë ti se u përdor nga Partia Demokratike dhe këto ignoron. Unë nuk mendoj, po patjetër sepse ato e çuan burg si ero dhe kur doli nga burgu nuk doli njëri ta prisa tek dera partisë. Kjo është partia e quajtur demokratike. Sepse këto ishin dhe ato që insistonin ta ngujonin Saljanin si frikacak brenda Selisë dhe mos ikte tu dorëzonte në polici, po ishte Saljani ai që nuk pranoi, se tani sa të vërtetë i themi. Kur e çuan burgu, e çuan ero, kur doli nga burgu nuk e priti njëri. Kur doli nga burgu tha ka ndet me të burgosurit, se me këtë do rrinte Saljani në burg, të vetëm Berisha jep si përgjigje, se në burg me të burgosurit do rish, me këtë do rish. Më kupton? Në kontekst se këtu kemi të bëjmë me një individ i cili e ka lënë dhe fushia mendore, mendoj unë, po të fundit. Ndoshta ju kështu e njihni vonë se jeni të ri, po kështu ka qenë Berisha. Ndoshta mund ta njohim më vonë, sa Merë ktheu një fjalë të Gramos Pashkës në vitin 91. Çai ka thënë Gramos Pashka në 91-shin, sot i kanë dalë gjitha. Të qëndrojmë tek pjesa që nuk pengohet jetë kryetari një partie. Ai mund pengohet pa diskutim të jetë deputet, por kjo nuk e bën atë mos krijojë një frymë të re, mos luftoj për PD-n apo të jetë alternativë për nesër. Nuk e shoh pengesën. Nëse unë ta thash dhe po e përsëris, mua më duket humbje kohë të merreni më me këtë parti.